Situata në të gjithë territorin e qarkut Shkodër paraqitet e qetë këtë fillim jave, ndërsa strukturat e emergjencave civile në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe dhe Vaudes dhe Puk nuk raportojnë problematika. Në bashkinë e Fusharësit janë shënuar rreshje dëbore mbi 950 metra lartësi, por qarkullimi vijon normalisht dhe nuk ka asnjë komunitet të izoluar. Kontraktorët e drejtorisë rajonale të Veriut Shkodër janë në gatishmëri dhe përmbajnë në vëzhgim akset me risk të shtuar, ndërkohë në akset malore, Koplik, Bog, Dedaj, Razëm dhe Bog Theth, rreshjet kanë pushuar, ndërsa rënja e temperaturave ka sjellë ngrica të lehta në zonat më të larta. Punimet po vijojnë me kujdes në zonën e qafthores, ku po kryhet zgjerimi i segmentit rrugor dhe po monitorohet faqja malore për rrezikun e mundshëm të orteqeve. Monitorimi i situatës po vijon në bashkëpunim të ngushtë në të gjitha strukturat përgjegjëse për të garantuar reagim të shpejtë në rast të ndonjë ndryshimi të kushteve atmosferike. Apeli i specialistëve rrugor mbetet për kujdes të shtuar ndaj drejtuesve të automjeteve që i drejtohen thethit apo vermoshit, të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir, si dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore.